Operacion antidrog në Itali, arrestohen shqiptarët Babe Bir dhe Nusja 22 vjeçare. Droga fshihej në 3 persona, një 48 vjeçar shqiptar, djali i tij 20 vjeçar dhe partnerja italiane 22 vjeçare. E këtij fundit janë arrestuar nga karabinierët në Itali për posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Ata u kapën në flagrancë gjatë një kontrolli në rrugën Viamonti i Lepini, ku udhëtonin me një automjet tip Smart, i drejtuar nga njeriu i njohur më parë për precedent penal në fushën e drogës. Sjellja e dyshim dhe nervozizmi i çiftit shtyn oficerët të kryenin një kontroll të detajuar. Gjatë verifikimeve në posedim të vajzës u gjetën 2435 euro në kartë monedha me prerje të vogël, ndërsa në automjet u zbulua një ndarje fshehur në zonën e airbagut të pasagjerit. Brenda saj u sekuestruan 37 doza të vullosura me rreth 54 gram kokainë, si dhe një blok shënimesh me emra dhe numra që dyshohet se lidhen me aktivitetin kriminal. Kontrollet vijuan edhe në banesën e të riut ku ndodhej edhe babai i tij i dënuar më parë. Aty u zbuluan sasi të tjera narkotikësh, rreth 210 gram kokainë, një blok hashashi prej 100 gramësh, sasi shtesë hashashi, si dhe pajisje për paketimin dhe numërimin e parave. Pas arrestimit, dy burrat janë dërguar në burgun e Frozinones, ndërsa 22 vjeçaria është vendosur në arrest shtëpie me urdhër të gjykatës.